Shqipëria në periudhën bizantine, një ngjarje akademike e përmasave të veçanta, mblodhi në Tiranë mbi 40 studiues vendase të huaj, me synimin për të hedhur dritë mbi një ndër periudhat më të rëndësishme, por më pak të studiuara të historisë shqiptare. Kryetari i Akademisë së Shkencave Skënder Gjinushi nënvizoi rolin e trojeve shqiptare si urlidhse mes lindjes dhe perëndimit. Kjo konferencë për në natyrë është një qasje shumë dimensionale shkencore, ku ndërthuren disiplina ndryshme si historia, arkeologjia, arti, arkitektura, paleografia dhe epigrafia, kultura shpirtërore dhe jurisprudenca bizantine. Në këtë mjedis shkencor, multidisiplinar, studiusna më të mirët, vendas dhe tuaj, do të bëjmë përpjekje që të rindërtojnë tablon e përgjithshme të botës shqiptare në universin bizantin, përmes analizave, prurjeve dhe përfundime origjinale dhe qasjeve të reja metodologjike. Kryepeshkopi i Tiranës, Durrësit dhe gjithë Shqipërisë, Imzot Johani, foli për rolin e kishës ortodokse në ruajtjen e trashëgimisë shpirtërore ndër shekuj. Kisha në hapësirën shqiptare ka qenë historikisht një urë ndërmjet lindjes dhe perëndimit, ndërmjet së kaluarës dhe tashmes, ndërmjet besimit dhe kulturës. Godikët tanë të lashtë, afreskat tona bizantine, manastiret tona mijëvjeçare, të gjitha këto dëshmojnë për një vazhdimsi të pandërprerë shpirtërore që i ka përcen ndryshimet politike. Punimet shkencore trajtuan tema që nga roli strategjik i Durrësit, prapja e hershme e krishtërimit, zhvillimi i peshkopatave, deri te tradita e pasur e shkrimit të kodikëve në Berat, Vlorë dhe qendra të tjera. Të pranishmit theksuan kontributin e familjeve fisnike shqiptare, si Muzakajt, Topijajt dhe Arianitët, në ruajtjen e trashëgimisë bizantine, si dhe vazhdimsinë e kulturës kishtare dhe gjatë periudhave të vështira historike. Konferenca pritet të pasurojë studimet shqiptare për periudhën bizantine dhe të forcojë rolin e Shqipërisë në artën ndërkombëtare të kërkimit shkencor.